Përshëndetje miq dhe mirë se vini në kanalin ton, ku do të gjeni kuice dhe video interesante. Nëse doni të zbaviteni dhe ju pëlqen të testoni njohuritë tuaja, jeni në vendin e duhur. Na komentoni nëse doni të vazhdojmë të bëjmë video të tilla. Le të fillojmë. Në tavolinë ndodhet një shishe qelçi me qafë shumë të ngushtë. Brenda saj ndodhet një mollë e madhe dhe e kuqe. Shishja nuk ka asnjë shenjë dëmtimi apo ngjitjeje. Molla nuk është prerë dhe nuk është futur me forcë brenda. Pyetja është e thjeshtë, por të fut në mendime. Si përfundoi molla brenda në shishe? Keni 10 sekonda kohë për të menduar përgjigjen. Përgjigja është shumë më e thjeshtë. Molla është futur në shishe kur ka qenë ende një kokër e vogël. Ditë pas dite, javë pas jave, molla rritej ngadalë brenda shishes, duke marrë formën dhe madhësinë që shikoni tani. Miri dhe Artani shkojnë në një bar dhe vendosin të porosisin për herë të parë të njëjtin koktej. Ata vendosin ta pinë me shumë akull, por me një ndryshim të vogël. Miri, si gjithmonë i shpejt, e pi me një herë. Albani, nga ana tjetër, vendos ta pi ngadalë. Pasi kaluan disa minuta ndodhi diçka e keqe. Albani, ai që e piu ngadalë, u helmua. Ndërsa Miri, që e piu shpejt, ishte mirë. Çfarë mund të ketë ndodhur kur ata pinë të dy të njëjtën pije? Dhe tani, përgjigja. Helmi ishte në akull. Miri që e piu shpejt, nuk i dha kohë akullit të shkrihej dhe helmi nuk u përhap. Ndërsa Albani që e piu ngadalë, piu bashkë me pijen dhe helmin që lëshoi akulli. Në një kull të lartë, të një mbretërie ishte e burgosur një princeshë. Ajo kishte vetëm një mundësi për t'u aratisur, të gjente derën me numrin 4. Por kishte një problem. Para asaj ndodheshin vetëm 3 dyer dhe asnjëra prej tyre nuk kishte numër. Vetëm simbole të çuditshme. Pyetja është, si mund ta gjej ajo derën e 4? Shiko me kujdes dhe mos lejo që sytë të mashtrojnë. Përgjigja. Nëse i shikoni me kujdes simbolet, ato janë numra. Dera që është e para në radhë është në të vërtetë dera e fshehur numër 4. Vetëm përmes saj princesha mund të shpëtojë. Një grua pas mbarimit të punës nxiton të kapë një taksi. Pasi u ul, ajo fillon të flasë pa pushim gjatë gjithë rrugës, për ditën, për jetën, madje edhe për recetën e supës që i kishte djegur ditën e kaluar. Shoferi dëgjon për pak minuta dhe i thotë: "Më vjen keq, zonji, por jam i shurdhër. Nuk dëgjoj dot." Gruaja e ndalon bisedën dhe kalon pjesën tjetër të rrugës duke menduar në qoftë se shoferi ishte i shurdhër vërtet, apo po fshihte diçka. Përgjigja. Shoferi nuk ishte as pak i shurdhër, sepse e dëgjoi shumë mirë kur gruaja i tregoi adresën ku donte të shkonte. Pra, ai gënjeu vetëm për ta bërë të ndalonte së foluri. Në përvjetorin e martesës, zonja Berisha donte të vishej bukur dhe të vendoste unazën e saj të martesës. Por kur hapi kutinë e bijuterive, ajo ishte bosh dhe unazat ishin zhdukur. E zemëruar, thiri vajzat e saj, Alba dhe Casey. "Ju kam thënë me mira herë të mos i prekni bijuteritë e mia. Kush i mori ato?" pyeti ajo. Alba tha me një ton të qetë: "Unë nuk i kam prekur." Ndërsa Casey u shpreh: "Pse do më duheshin mua unazat e tua të vjetra?" Zonja Berisha i vështroi vajzat e saj për disa sekonda dhe me njëherë kuptoi kush po gënjente. Kush po gënjen dhe si e kuptoi mamaja. Përgjigja. Casey po gënjente. Zonja Berisha nuk përmendi që kishin humbur pikërisht unazat, por Casey i përmendi ato vetë. Kjo do të thotë se ajo e dinte çfarë mungonte, sepse vetë i kishte marrë.